E kemi menduar ndonjëherë universin jo thjesht si një grumbull masiv yjesh, planetësh dhe lënde, por si një program të mirëfillt kompjuterik? E po, në këtë analizë shpjeguese do të zhytemi në një koncept vërtet mahnitës nga traditat e lashta. Është ideja që realiteti ynë është ndërtuar mbi një kod të shenjtë energjie, tingush dhe simbolesh. Dhe në qendër të kësaj ideje është Kabala, një sistem ku çdo element ka frekuencën e vet unike. Është fjalë për fjalë si të përpiqesh të lexosh kodin burimor të universit. Për ta kuptuar këtë, duhet të nisim me një frazë që me siguri e kemi dëgjuar të gjithë. Në fillim ishte fjala. Por ja ku bëhet vërtet interesante. Sipas burimeve, mistikët e lashtë nuk e shihnin këtë thjesht si një metaforë apo mjet të thjeshtë komunikimi. Për ta, fjala ishte vërtet energjia e pastër krijuese. Gjua nuk e përshkruante realitetin, ajo e krijonte atë. Dhe këtu hyn në lojë Kabala. Të paktën në këtë kontekst, mund ta përkufizojmë në mënyrë krejtësisht objektive si një traditë mistike tepër të lashtë, e cila e sheh universin si një arkitekturë komplekse. Në këtë sistem, asgjë nuk është e rastësishme. Çdo shkronjë vetme ka fuqi, çdo numër mbart një energji specifike dhe simbolet fshehin të vërteta jashtëzakonisht të thella rreth vetë mekanizmave të krijimit. Pra, si do t'i qasemi gjithë këtij informacioni masiv? Le ta ndajmë në 5 shtylla. Së pari, gjua si kod krijues, më pas shkronjat si bloqe ndërtuese. Pastaj kalojmë te matematika e shpirtit, e njohur si gematria, do të shohim arkitekturën e pemës së jetës dhe në fund, drita dhe vetdia hyjnore. Le të fillojmë njëherë me pikën e parë, gjuhën si kod krijues. Këtu rikthehemi te ajo metafora e programuesit të universit. Në këtë botë kuptim, shkronjat hebraike shihen si vetë kodi burimor i krijimit. Alfabeti ka 22 shkronja, dhe tradita thekson fort se këto nuk shërbejnë thjesht për të shkruar një dokument. Ato janë, pa egzageruar as pak, vetë tullat e realitetit. Çdo shkronjë mbart një kuptim thellësisht specifik, vlera vumerike dhe një energji që lidhet drejt për drejt me shpirtin e njeriu dhe planetet. Kjo na çon natyrshëm te pjesa e dytë ku do ta zmadhojmë pak pamjen te këto bloqe ndërtuese. Le të marrim 3 prej këtyre shkronjave për të parë saktësisht se si ato i qasen elementeve të natyrës, gjë që është vërtet magjepse. Së pari kemi shkronjën Alef. Ajo është e lidhur me ajrin dhe frymën, duke përfaqësuar unitetin hyjnor dhe pafundësinë. Pastaj vjen Mem, që lidhet me ujin, dhe bashkë me të vjen intuita, misteri dhe e pavetdijshmja. Dhe e treta është Shin, e lidhur me zjarin, një forcë e pastër transformuese dhe ndriçim shpirtëror. Është absolutisht tërheqëse të shohësh koncepte kaq abstrakte, të jepet kaq shumë kuptim i prekshëm. A nuk mendoni? Duke ecur më tej nga shkronjat, kalojmë tek pjesa e tretë, gematria, e njohur ndryshe si matematika e shpirtit. Këtu flasim për një logjik tepër të veçantë. Gematria i jep çdo shkronje një vlerë të saktë numerike. Pra, Alef është 1, Beth është 2, Jot është 10, e me radhë. Ideja kryesore dhe më tërheqëse këtu është se fjalët që kanë të njëjtën vlerë numerike totale konsiderohen të lidhura në mënyrë mistike me njëra tjetrën. Ato nuk janë më thjesht fjalë, por kode të gjalla të vetdijes. Është fjalë për fjalë si të lexosh një algoritëm të fshehtë brenda teksteve. Për ta bërë më të qartë, le tu hedhim një sy disa numrave thelbësor, duke nisur sigurisht nga numri 1. Këtu kemi simbolin maksimal të unitetit hyjnor. Është fillimi i pacenuar, origjina e vetme dhe izoluar nga e cila buron çdo gjë tjetër. Më pas, zhvendosemi te numri 3. Në thelb të tij, treshi është ekuivalenti i harmonisë, përfaqëson një gjendje ku forcat balancohen në mënyrë perfekte, duke krijuar një themel jashtëzakonisht të qëndrueshëm shpirtëror. Është si ura e artë që lidh të kundërtat. Dhe pastaj më rrim te numri 7. E dim të gjithë rëndësinë e numrit 7 nëpër histori, apo jo? Në këtë traditë ai është thellësisht i shenjtë, sepse shënjon ciklet e pandërprera kozmike, harmoninë universale dhe atë për sosmërinë e kërkuar shpirtërore. E mbyllim këtë varg me numrin 10. Nëse njëshi ishte thjesht fillimi apo shkëndija, 10 përfaqëson plotësinë e plotë. Ajo tregon manifestimin konkret të gjithë kësaj energjie hyjnore drejt për drejt në botën tonë fizike. Dhe pikërisht, 10 na shërben si një kalim i përsosur te pjesa e 4 e këtij sistemi, arkitektura masive e njohur si pema e jetës. Pema e jetës është struktura që integron çdo gjë bashk. Ajo përbëhet nga 10 sefre, të cilat përshkruhen thjesht si 10 energji të veçanta hyjnore. Çdo njëra lidhet me numra dhe shkronja të caktuara që pam pak më parë. Ajo që vlen të theksohet është se, pavarësisht nëse e shohim këtë si një të vërtetë absolute, apo si një mjet analizimi filozofik,
Ka paralele absolutisht magjepse mes kësaj dhe matematikës pitagoriane apo gjeometrisë së shenjtë që gjejmë kudo në traditën perëndimore. Krah për krah me pemën e jetës, edhe format më bazike si trekënçat dhe rrathët marrin rëndësi krejt tjetër. Ato nuk janë as pak art figurativ, vlerësohen si vetë gjuha e shpirtit, duke hartëzuar ekuilibrin dhe evolucionin e forcave krijuese. Dhe kështu arrim në shtyllën e fundit, drita dhe vetdia hyjnore. Këtu, i gjithë ky makrosistem i gjerë fillon të reflektohet thellësisht tek vetë përvoja jonë. Këtu prezantohet një kontrast vërtet interesant. Zakonisht mësohemi të mendojmë për dritën dhe errësirën si një betejë epike mes të mirës dhe të keqes absolute. Por në këtë filozofi ezoterike, drita është thjesht dia, vetdia dhe prania hyjnore, ndërsa errësira perceptohet thjesht si një mungesë. Ajo nuk është një forcë dashakeqe në vetvete. Është një hapësirë boshe, një mungesë e dritës që thjesht pret të mbushet me vetdije. Ky detaj e transformon plotësisht mënyrën se si e kuptojmë moralin dhe sfidat tona, apo jo? Në këtë pikë, e gjithë kjo qasje kërkon që vetë universi të trajtohet fjalë për fjalë si një tekst mistik i hapur. Dhe për ta deshifruar këtë lloj kodi, nuk bën punë vetëm llogaritja racionale. Kërkohet mbi të gjitha intuite holl dhe një nivel i ri i zhvillimit personal për të lexuar ligjet e fshehura. Dhe kjo na lë me një mendim përfundimtar vërtet provokues. Kur mendojmë për realitetin si një gjuhë thellësisht të strukturuar me simbole, dritë dhe energji, atëherë mbetet pyetja e madhe: nëse universi ynë është në thelb një kod i pafundëm, sa të aftë jemi ne për ta lexuar atë çdo ditë? Kjo ishte gjitha për këtë analizë shpjeguese, një perspektivë për tu pasur parasysh mbi atë që mund të fshihet vërtet pas gjërave të zakonshme që na rrethojnë.